Mirë, okej. Sepse kemi marrë një energji nga Katën Putrojsa tanë të në studio. Do të flasim pak për le të themi këtë dashurinë e madhe, përveç që kemi për kafshët, po edhe fakti që ne kujdesemi më së miri për ta, në detajet nga më të voglat, qoftë të veshjet, qoftë të larja dhëmbëve, të përkujdesi maksimal apo edhe tek mënyra si qetim, ë? Po. Ka dhe si stilojmë, Edhe për faktin që 14 janari është dita e modës për qenushët. Për kafshët. Bahet. Cja ka moka? Kjo është moka. Kjo është moka, një podol apo jo? Po. Që e kemi veshur shumë bukur sot. Po. Kemi mokës të lutem regjia. Kemi dhe Rikid, që është golden retriever, por Riki është i qetë. Riki është një golden. Një golden retriever. Prezantojmë edhe të ftuarit, Ornela Mebelli, veterinere. Mirëmëngjesi, Ornela. Ilda Tafilica, stomatologe. Mirëmëngjesi. Dhe Mimoza Balla, gjithashtu shefe kuzhine. Mirëmëngjesi. Dhe njëkohësisht mami i Mokës dhe mami i Rikit. Dhe Moka është 3 vjeç? Po thuaj se 3, 2 vjeç e gjysë. Po, dhe Riki 10. Riki ka bërë 10 në shtator. Ka bërë 10 në shtator. Dhe Riki ne kemi me një papion aty, se goldenat nuk para vishin shumë. Riki është goxha në formë për moshën që ka, duhet thonë kjo. Duke që se unë kam një golden vetë në shtëpi dhe është 7 vjeç edhe është... Nuk po të them që është më pak energji, po është qik paluqe në gjuhën popullore. është pak shumë. Si goldena. Por që, po, janë një dashuri të dy. Moza, flasim pak për kujdesjen, apo, më thënë mënyrën se si ti e ke rritur dhe Rikin. Atëre Riki erdhi një jetën time kështu pa pritur, pa kujtuar. Unë isha në plazh, në Sarand, kur i mbirë tha, ma tha, është një qëndër, kanë lënë një qenë, kishte lënë një familje, që unë, në fakt, nuk jam interesuar më për atë familjen, kush është nga janë, nga vinë, nga zvinë, pa ato kishin problemet e veta dhe e lanë Shqipërinë, dhe Riki ishte në Shkodër, tek ajo qëndra, dhe më tregoi një foto që mu duki vogël. Unë, në fakt, nuk kam pasur asnjëherë qenë, kam pasur vetëm mace, dhe në atë kohë kisha një mace në shtëpi, dhe thash sa të më ri pupa vetë, është po marrë një qenë që 3 bashkë. Që macet dhe qenushat grinden kur janë bashkë, apo jo? Tani, ja do të tregoj. Vjen Riki, e merr djalim dhe thotë ma që kanë qiki ma dhe kështu dhe unë gjithmonë për robor, së të arqe për robor. Macja nuk e pranoj fare, do më të ajo ishte alfa shtëpis për momentin dhe që atëherë nuk është të shkuan mirë, por kishin ato këndet e veta të dy, ajo kalonte i gëriste këtit, i sule, kyrin të urt, po macet jashtë pastaj kësi donte, unë vi nga Saranda me vrap, edhe ishte kështu si dashuri me shikim në parë. Dhe sa e pashu dashurova, dhe që atë ditë ne nuk kemi ndarë më fare. Nuk kemi ndarë, sa bukur. Dhe është Livja e me njëhershme që kryojnë. Direkt, sepse këto duan mama. Mami, po. Nuk e di do me Ti me shumë që është lidhur mas mami, dhe unë u lidh me mami. Duan mama. Tregohet në mënyrën se si ti i afrohesh edhe ke qasjen me të. Ilda, ndërkohë, ti sa vite ke që i ke Mokën? Mokën ne kemi marrë kur ka qenë rreth 2 muajshe. Flasë ne kemi marrë, po për mua në fakt ka qenë një dhuratë surprizë. Jo aq e kërkuar, po nuk e duke dhuratat më të bukura për gjithmonë këto. Tani që e kam përjetuar, pa diskutim, po gjithsesi për momentin, normalisht kur ti nuk është se e kishe fokus. Nuk e kisha fokus, unë ju e thatë jam edhe stomatologe dhe kam një profesion që më kërkon goxha për kushtim dhe isha përballë fakti që po tani. Gjithsesi, më fal, çfarë është duke kërkuar në momentin që do besoj lodrat. Po të kërkon leje që të çet ty gjatë gjithë kohës për konfirmim? Është një çike llastuar. E meriton. E kemi pak të llastuar, po gjithsesi është edhe relativisht akoma e vogël. Po sa bukur e ke veshur një herë. Po, kujdesemi çdo ditë, mundësisht të kombinohemi, të kemi aksesorë të vesh. Po, të jemi për Halloween. Ka një dollap të vetin me gjitha veshjet dhe aksesorët? Një sirtar të madh. Jo, tamam. Të konsiderueshëm? Të konsiderueshëm, po. Ka veshjet edhe... I ka sipas tinëve,
Po, normalisht. Sa herë qethet moka? Moka qethet, unë e qeth një herë në 5 javë, 6 javë në versi Bën vetë për qethje? Jo. Normalisht po. Ajo ka dhe grooming të veçantë. Po, është specializuar sidomos për pudël. Ka eksperiencë në Francë dhe dallon direkt dora saj në të gjithë qenushat pudël. E shikon me sa detaje që merren njerëzit që kanë kafshë. Ornela, ti je gjatë gjithë kohës në kontakt me njerëz që mbajnë kafshë shtëpiake në shtëpi. Sa të investuar janë ata për të marrë, jo vetëm për kujdesjen, qethjen, por edhe për aksesorët që ne kemi listuar edhe në tavolinë sot, janë lodrat që ata luajnë, janë ndoshta edhe ato vendet ku mund të rrinë shtretrit si quhen, plus edhe veshjet pastaj që janë me rroba të ndryshme, me fjongo, siç e ka edhe Riki. Janë kaq të kujdesshëm të gjithë në veshjen e kafshëve të tyre shtëpiake? Zakonisht pronarët të cilët i mbajnë brenda në shtëpi janë pak më tepër të investuar në këtë raport, sesa dikush që e mban qenushin ndoshta në një ambient tjetër, në një magazin apo jashtë të borrit të shtëpisë. Personat që e mbajnë brenda shumë herë investojnë, mundohen që t'i plotësojnë gjërat, nevojat, dëshirat, apo edhe tekat e tyre mund të flasim. Dhe her pas here, për shembull, përveç se veshjeve dhe aksesorëve, i marrin edhe shpesh herë trica të ndryshëm, me shije të ndryshme, kujdesin për higjienën orale, gjë që jo shumë pronar mund të themi që e bëjnë këtë pjesë, po që ka shumë pronarë të cilët investohen në mirëqenie, po dhe në përgëdheljen e tyre. Është të kushtueshme, Ornela? Të mbashin kafshë. Kjo kujdesja e pamja estetike. Edhe nga ana estetike. Mund të them që në momentin që e ke marrë parasysh që do marrësh një qenush në shtëpi, është një investim që do e bësh. Mund të them që shumë... Okej, vaksinat, ushqimi i posaçëm është gjë diçka e domosdoshme. Po kjo kujdesje pastaj, jo dentare, jo veshjet, jo. Normalisht, shton buxhetin, po që mund të themi që është i përballueshëm. Për dikë që e do absolutisht. Tani kanë kthyer pak shqiptarët në një stil jetese në sensin të patur një kafshë të kujdesurit siç duhet. Pra jo vetëm ta lënë në shtëpi, ta marrin shëtitje dhe aq. Ata janë dashuri. Unë sa herë domethënë bëj këto llogarit, sa kam shpenzuar apo sa jo. Asnjëherë nuk po shpenzim të qenit aty brenda, domethënë gjithmonë llogaritën e shpenzimeve të mia dhe jo të qenit. Jam shumë kurioze, Ilda, sa kushton ajo xhaketa që ti ke veshur? Kjo xhaketa është do të kapi topi. Re fare, ekskluzive për emisionin tuaj. E vesh për herë të parë. E vesh për herë të parë. Bravo, Edhe ka kushtuar 40.000 lekë. 40.000 lekë? Vjetra. Kjo ka bërë 25. Ai duket që është material i mirë dhe e mban ngrohtë. Është palto. Që nga ekvivalente me rrobat për të rritur. Opa. I kulodra. Do të ka. Pse shkoja marrën? Kurse Riki unë ka një rrobaqetësën e vet personale. Vërtet. Sepse kur i bëra një xhup shiu, i bleja gjithmonë po ky rritej për ditë dhe i bëra një xhup shiu dhe tha ajo të lutem asil tuta ti marr masa. U thua dhe Riki. Edhe pastaj bëra dhe rroba tjera, kuptoj, ti thaj më ke marrë këtë copën bëhe, po Riki nuk është nga këto qenusha që do të vishet shumë, se zhgryhet në përbalta. Qa ka Duhet a heqim atë topin. Se rëshke. Nuk do bësh gabime, ullu, Riki. Ja, po janë fiks të lodrat dhe aksesorët që i bëjnë qenë që të jenë të lumtur. Dhe ti ke sjell... Jo, Riki, jo. E pa të da marrin. Mbaje fshehur. Riki një koko. Se ka interesante kjo si do të shumë. Dashka ulu. Ka dhe ngjyrën. Çka ke thënë? Edhe ty do të flasë. Më kujtoi ajo memja me karamele Riki, ulu. Vendos brenda kokrat aty edhe qenushim, domethënë që e stimulon pjesën e madhe. Riki të lutem. Do ta hapi ajo bie, pastaj mbas disa tentativash dhe stimulon mendërinë. E ban aktiv. Gjatë kohës për shkakun që mund të jetë vetët në shtëpi ose në orare të caktuara. Qartë. Po problematikat më të mëdha që shfaqen qenushët kur vinë te ju? Problematikat më të mëdha mund të flasim që mund të jenë virozat e para. Problemet e virozave janë të tepërta. Duke marrë parasysh edhe qenushin që është këtu, domethënë në moshë, kjo është periudha që fillon pjesa e artritit. Pra duhet të ketë zonja, duhet të ketë gjithmonë kujdes për pjesën e artritit, duhet marrë suplemente për pjesën e kockave, pra kolagjen edhe këtë tjera, sepse
edhe ka dhe pak pesh, pavarësisht se ndoshta s'u pëlqen kur a them këtë pjesë, ka dhe pak pesh. Dhe është e mirë që duke ndihmuar me këto suplemente, lehtëson dhimbjet. Pra ka më shumë vitalitet, energji, ndërsa zakonisht dhe qenushat si puna e mokës kanë probleme me artikulacionet. Dhe për këtë arsye shpeshherë këta vuajnë sidomos nga pjesa e pateles, nga pjesa e gjurit, u del shpesh. E ka probleme gjenetike, kanë të lindur. Është si raca e tyre putullave dhe shpeshherë ndoshta kanë nevojë të shpeshta vizitat e doktori, por që gjithmonë dhe suplemente për pjesën e artikulacioneve. Por që problematikat mund të jenë të ndryshme, nga aksidentet, virozat, problemet gastrointestinale. Qenushët, pra si funksionon? Është njëjtë si të njerëzit? A fillojnë me të shtima? Po, çfarë simptoma? Ka dhe të shtima, po zakonisht fillojnë me letargji, temperaturë të lartë, letargji, nuk fillojnë refuzojnë pjesën e ushqimit. Dhe zakonisht qenushët që janë të vaksinuar e tentojnë ta kalojnë më lehtë në raport me qenë të cilët nuk e kanë të kryer procesin e vaksinimit. Plot. Po, e drejt. Ornela, po thoya që ti ke sjellë të gjitha këto aksesorë që u tërbuan, nuk janë vetëm lojra, por mund të jenë edhe gjëra për kujdesin e tyre të përditshëm. Doja ti shpjegoje pak se çfarë aksesorësh duhet për kujdesin e një kafshë shtëpiake. Kush ka një mace, për shembull, kush ka një mace? Ajo tasi aty është një si tip, mund të themi fontane, që lëshon ujin në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk e lejon ujin që të prishet ose të bëhet i Po, ndonjë. e kam një shatërvan të vogël. Shatërvani, po. Për të pirë në këtë rast. Jo për të larë, okej. Po, jo, është vetëm për të pirë. Po, duke qenë se macet janë shumë nazelie, pra në rast se ujin është i ndënjur, ato nuk refuzojnë ta pinë. Nuk e pinë, po. Nuk e pinë, e duan gjithmonë ujin e freskët. Dhe nëse e keni vëre, domethënë se që shkojnë shpeshherë në tualet është sepse uji ndrohet shpesh. Dhe për këtë arsye macet shkojnë gjithmonë kanë atë tendencën për të shkuar në tualet. Por që kjo e zëvendëson shumë mirë atë dhe uji është gjithmonë i freskët edhe i mirë. Pastaj pjesa e lodrave është normalisht është stimul mendor për kafshët. Lodra është gjithmonë një lloj mënyre argëtimi, një lloj mënyre kalimi kohe cilësore, pra mund të themi qoftë në pronarin ose qoftë edhe vetëm. Po. Kemi atë lodrën që është për macet, të cilet ka dhe disa topa që vinë vërdall. Kjo ngjyra-ngjyra. Kjo ngjyra-ngjyra, po. Del ta shohim pak po pirin. Thjesht do montuar, do montuar, po. Po, është dhe Mos e shihni shumë. Efektiv ka pak mace, Marina. Me që shoh, përveç se është një qenë shumë hiperaktiv, shikoj që çdo lodër që shet, do ta marr. Do dhe përgjithsisht është shkatërron. Sa lodra i ke bler deri tani dhe i ka shkatruar? Po tani me kalimin në fillim kemi bler goxha lodra, derisa kemi kuptuar pastaj tipin e lodrave tipi lodrave që reziston më shumë. Dhe tani normalisht blejmë më rrallë. Zakonisht për shembull kemi kur lëvizim, kur ikim jashtë gjithmonë kthehemi me ndonjë lodër. Her pas here, po jo detyrimisht i blejmë shumë lodra, sepse po them në fillime kemi bler goxha dhe ndoshta sado lodra ka patur, përsëri ka dashur të luajmë atë shapkën e vjetër. Po, që i ka pëlqyer. Pra me bindur që më shumë kosto të shko kanë veshjet se sa lodra. Duke qenë se moka është raca e qenit që kur vishet, kur mbahet bukur, aty e ka dhe bukurin ekstra. E ka problem? I ka preferuar në fillim kur e vishje rroba? Tani jemi sinqert, unë nuk e ngarkoj shumë. Në të shumtën e rasteve e nxjerr vetëm me një shall, ndërsa në dimër her pas here në një pullover si një palto si kjo. Shajmë nga fotot. Pas ka zhvilluar në festë, kjo është mushamaja. Këtë nuk e ka shumë qef. Mendoj se nuk është e rehatshme për të. Sa po ma shenë në dorë që doja vesh, kur ditës fshihet, është avoline, është për barse. Po mirë, këto janë pyetja është për Ornela. A kanë ftohtë si qenush pudullat? Pra ndryshojnë nga qenush të tjerë, për shembull nga goldena? Atëherë, çdo qenush i cili rritet në ambient të brendshëm, mund të flasim, normalisht mësohet me atë temperaturat e ngrohta. Përkundrejt qenushëve që jetojnë jashtë ose janë mësuar me atë temperaturat konstante jashtë. Kështu që këta e kanë të nevojshme në momentin që dalin, në momentin që bie shi, patjetër atë xhupit e kanë të nevojshme në momentin që bie shi dhe duhet ta nxjerrësh për një shititje. Po, patjetër, sepse njomet dhe plus qime këta e kanë, nuk e kanë vetëm tek qime, po brenda një, si thua,
Në një folikull kanë disa qime dhe do të thotë që uji flë për një kohë të gjatë aty nëse nuk thahet mirë. Dhe kjo nëse nuk thahet mirë, normalisht ftohet më kollaj. Po, do ketë probleme. Probleme dermatitet edhe ftofjet. Mimoza, cilat janë lodrat e preferuara të Rikit? Atëre, Riki ka dhe si komand topi. Do të them topi, unë ai do ndalohet duke bërë një veprim tjetër ç'a bën. Reagoj tani? Jo. Po ti ke diku them topi. Ka thënë Moza unë aty. Edhe po. Është më i qetë tani, s'është dhe i rritur. Kuptohet, lodra i kam blerë dhe unë pa fund. Ky ato pelushat e këto i mban, pastaj i shqyen. Pavarësisht unë jam munduar jashtë të blerë lodrat më të forta, që janë për golden, për labrador, po ky me sukses i ka shkataruar. Po sa është përshtatur me rutinën tuaj? Pra sa kollaj ka një golden retriever për të përshtatur me rutinën e një familje? Atëre, si thash, unë e mora këtë dhe mendova që do rinë obor, i bëra një kolibe shumë të madhe, kur them shumë të madhe, e kam dërru diku të një, prap nga këto qëndrat, se mund të futen 3-4 qenusha bashk, po ky donte vetëm të futej brenda, sepse ishte rritur në apartament, në fakt, edhe nuk ishte rrit me obor. Fillim e fusja pak si më qefta, se im shoqë nuk është se pranoj, den, e kemi gënjyër, në fillim i tham, ne ka lënë një shoku djali. Pastaj filloj të futej brenda dilte në qefta dhe nxirë në mëngjes jashtë. Pastaj u ratua dhe u përshtat me mua, dhe më thënë është përshtat, ky do t'jetë vetëm ku jam unë. Bashkëshortja u reatua me gjithë? Akoma nuk janë misuar të dy, dhe më thënë sa herë vjen bashkëshorti im, a i me shapkën, e ka këshu. Ose kur a i flet me mua, akoma dhe tani, shkon të a i, me dhe me mos fol me mamin tim, po që më pyesin kur dalë shëtite, se kuptohet që do dalë i 2 herë në ditë, do bëj shëtite gjata. Më pyesin, po që, ke pallatet, apo shtëpi private, i them unë shtëpi private kam, po, unë kam një vilë shumë të madhe, po ky ri në një kuzhinë të vogël, ku t'jem unë? Unë gjithmonë do ka përcej mbi Rikin për të bërë punët e këto. Thjesht t'jem unë, dhe unë them, do që nushat nuk është se duan kujdes tjetër përveç se të qënërit me të. Sa për këto ilacet, suplementet, në fakt unë këtu akoma nuk kam gjetur atë të durin, kam një 2 vjetë që i marrë nga Gjermania një suplement që ma ka bërë Rikin të bëj vrap. Është shumë e mirë. Nuk du të bëj reklam, po që kur baron a i, dhe më në vjen porosia tjetër dhe unë nuk jam dajri. Po, e ke gjetur një zile. Po sa i përket veshjes, pra stilit, shu Rikin e... Unë e vesh për qef, për foto, për mod. Po, si shtash, dhe më thënë, unë e kam qërë të Rëbaqepsja, ajo i mori masat dhe i ka bërë. Ja ke bërë me masat të Rëbaqepsja. Po, edhe thash e vesh, po nuk është se ky ka qef roba. Ja, duke një foto, ajo është e qepur? Po, këto janë po e qepur. Kjo janë për Krishtlindje, i kemi gjitha gjërat shumë meqin, në fakt. Ulu. A bitet a ndonjëherë ajo Rëbaqepsja për kërkesat që i bën ti? Ma, jo pundo. Dakor, po. E ishte që nuk shemi të më thoshe, pse jemi ka që të barë për një? Por, unë Rikit nuk është se i bëj qethje në e laj vetë, e thaj vetë, sepse kjo është për ditë bëhet me baltë, që që këmë të barku i lajt për ditë, njërë në muaj që i lajt trupin, shampot po që jam artë mira, ulu. Ka shpenzimet e veta, jo është dhe për asesorët, por edhe për kujdesin. I thonë njerëzit për shembull që qa po bën, u çmendët pas qeni. Dëgjo, njerëzit na shajnë, nuk është që s'na shajnë, na thonë jo po bën pis, po unë për vetë këtë nuk e ndaj këtë me qese, dhe unë them kjo është kryesorja, kur del rrugës në qofë se ky, po ka ato jashqitje do e pastroj, sa që ndonjëherë dhe dua ta them, më vjen zor kur unë mbledh jashqitjet e Rikit dhe gjithë rruga është me plera. Po që njerëzit kanë paratikimet e veta. Po sa mërzitet Riki kur që në vetë? Mërzitet shumë, kur Riki unë, dhe më thënë është, unë zakonisht di djela Iki në përmale dhe lënë mëngjes aty në shtëpi, dikur e kam pas marrë me vete, dhe më thënë 2-3 ngjitje i ka bërë ky, po pastaj tani është më i vjetër dhe nuk riskoj do ta marrë, nuk e ka atë fuqi, dhe e kupton kë kur veshën në marrë ato gjërat e malit, ku del aty te dera jashtë, në pret jashtë në borë, edhe pret aty, derisa të vi unë. Ndonjëherë kur jam jashtë, sepse unë një pjesë kohë shkoj në Kanada te djali, edhe kontrolloj nga kamerat, ky ditë e para rritë dera jashtë fare o borit,
Pastaj futet, pavarësisht që nuk duen, a kuptojt, a i ka vëndin futet, ka vëndin e vetë në divan, pavarësisht që i kam bërë një krevat të matë, po datë ja kam dzirë në borë në një stres, sepse këj nuk rita i krevati, vetëm kur si jam mund, dhe rri atje. Shpre është pjesë e familjes, nuk e ndani nga pjesëtarët familjes. Po Moka nga ana tjetër, sa e përjeton këtë ndarjen? Moka e ka përjetuar shumë dhe mendoj se ndoshta edhe zonja më të mjapi të drejtë, me sa di Puxhull janë një racë që e kanë që këtë vështirë, janë goxha të lidhur me të Zotin. Janë qenë njerëz, nuk janë qenë, domethënë janë shumë të lidhur mbas personit edhe e vuajnë shumë, kanë këtë separation anxiety. E kanë shumë të theksuar. Dhe kemi vuajtur goxha për një vit mbase, por kjo periudhë na përkoi dhe ndërruam shtëpi dhe normalisht fillimisht ishte një ambient i ri. Sa na u duk sikur filloi të mësohet pak, ne ndërruam shtëpi, ishte një ambient i ri për të, akoma s'ishte territori i saj dhe kemi vuajtur pak. Po deri te një vjeç e pak. Tani normalisht ajo është mësuar në përditshmëri, e di se çfarë e pret, do bëjnë festa. Ishte për Halloween? Po. Ishte organizuar një si tip sfilate. I merrni kështu po, ose këtë pyesëm në për evente që organizohen për qenush? Në qoftë Ka shumë edhe lloj i Mokës, që është një ratë që shikohet në pasarela. Ajo ishte hera parë që Moka shkoi në një pasarel. Nuk ishte modelja perfekte, po mëson. Do marrë një eksperiencë. Vajza, a ju gjykojnë ndonjëherë për faktin që ju i drejtojeni kafshëve tuaja gjatë gjithë kohës e ja te mami? Momentin që ju dëgjojnë, ju shohim pak shtu me një lloj paragjykimi, shoftë edhe bashkëshorti në rastin tënd që s'jega shumë dakord apo pjesëtar tjerë të familjes. Unë në fakt të meja te nëna. Te nëna. Sepse jam dhe gjyshe, ndërkohë. Kështu që kam mësuar që në fillim meja te nëna, jo te mami, po që ndjen ka zhurmë. Do shta Tilda, ja te mami? Tani, unë gjithmonë, t'jeme sinqert, e kam paragjykuar dhe gjykuar kur dëgjoja rrugëve, ose unë e kuptoja që është një lidhje shumë e madhe, po prap. Derisa u bërë vetë një mami. Part-time mami. E kam nisur si me shaka. Me shaka vazhdoj edhe nëna me gjyshin për prindërit. Ndërsa tani të vjen instinktive, kur ti e kupton që ajo varet të gjitha nga ty. Do me thënë ti e bota e Mokës, realisht. Edhe Riki. Ne jemi, kështu që familja dhe prandaj aty ti e kupton që ajo është e pambrojtur dhe të ndjek në çdo lëvizje, në të shenë në dritë të syrit kur i thuhet dhe automatikisht krijohet ajo lidhje. Ose nuk jam akoma një mami, ndoshta kur të bëhe mami mund ta ndryshoj perceptimin, po për momentin jam mami Mokës. Po stërvitesh pak, se mes ta po shohim detyrat janë të njëjta, ndryshojnë shumë nga rritja e një fëmije. Po gjithësit janë, kujdesi maksimal. Shpenzimet po. Po. Ornela, edhe ti ke kafshë në shtëpi apo jo? Po, kam një mace, kam 15 vjeçe. 15 vjeç ta kesh me jetë. Po, sepse macet ndryshe nga qenë jetojnë më pak, thonë, varet. Për shembull, qenushat me trup më të mëdhenj jetojnë pak më pak në raport me qenushat me trup më të vegjël. Ndërkohë macet shkojnë? Po, kemi pas raste goxha deri në 20 vjeç. Macet do të ke pas që macet më duket më delikate për jetë gjatë për shkak të sëmundjeve që marrin, duket si pak më imunitet më të dobët për të përballuar një sëmundje kur e kapin. Macet janë më të mira për ta fshehur simptomat e sëmundjes në raport me qenushat, po. Japin vetëm direkt. Kurse këta direkt. Kurse macet e kanë më të vështirë. Domethënë japin simptomat e tyre japin në momentet si thua kur është bërë dëmi, mund të themi, domethënë është goxhan. Po që normalisht është maca ime ka qenë në jetë para fëmijëve të mi, kështu që normalisht është për marrë shpëmija e parë. Edhe shpesh vajza mati bëhet dhe xheloze se thot ti do më shumë atë se sa do ne. I them unë që ky është fëmija ime e parë sepse unë realisht e kam rritur me biberon atë. Kështu që edhe të zgjohesha është ai procesi që zgjohesh 2-3 herë natën.
Kështu që normalisht është e njëjta formë për kujdesi, është e njëjta formë dashurie. Thjesht fakti që nuk është njëri, po është një qenie tjetër, nuk është se të ndryshon fare perceptimi. Përkundrazi, ndoshta, domethënë të shtojë dëshira për të qenë gjithmonë më tepër me të. Wow, fantastike lidhjet që mund të krijojnë me kafshët. Jo të gjithë i kuptojnë. Po, dhe sa herë unë nuk kam një kafshë të dy kanë. Po sa herë që shoh njerëz që flasin kaq në mënyrë fantastike dhe këtë lidhjen e veçantë që kanë me kafshët, dua dhe unë një qendresh e mori, por nuk e mbaj dot. Nuk mund të më çojnë në mëngjes ta nxjerr se nxirrni ju, por nëse mua bet tjetër. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë që erdhët dhe faleminderit shumë dhe Moka dhe Rik. Po. Nuk përgjigjen. Jo. Riki Jo, ditën të mbajnë shumë mirë se gjatë gjithë kohës po ta vini 3 po jepni nga këto tricat për të detyruar. Kështu që e menaxhojnë. Okej, mirë. Kemi ardhur në fund të kësaj pjese, jemi gati për një shkputje fare të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak me Arjanis Famnikun. Kësaj here po do të jetë. Me lidhje Skype. Ikem, faleminderit shumë edhe një herë shumë.